11 vite pa Dua Florin, vajza e tij bën postimin prekës. Edhe pse koha kalon, mungesa jote nuk zvogëlohet. Sot shënohet 11 vjetori i ndarjes nga jeta e Dua Florit, një prej artistëve më të veçantë të muzikës shqiptare moderne, i cili la një boshllëk të pasvendësueshëm në artin shqiptar. Edhe pse vitet kanë kaluar, kujtimi i tij mbetet po aq i gjallë. Njësoj si meloditë e tij që vazhdojnë të dëgjohen me mall e respekt. Kjo ditë sjell me vete një ndjesi të thellë nostalgjie për një figurë që ndikoi fuqishëm në kulturën muzikore shqiptare. Për shumë njerëz, Dua Flori nuk ishte vetëm këngëtar apo autor tekstesh, ai ishte një frymëzim. Një njeri me shpirt krijues, me energji të pashtershme dhe me aftësinë për të prekur zemrat e publikut me vargje të sinqerta dhe mesazhe sociale. Mes shumë personave që e kujtojnë sot, është edhe vajza e tij, Kaltrina Kondi, e cila ka ndarë një postim prekës në Instastory. Ajo publikoi një fotografi të varrit të teatrit, duke shkruar fjalë që prekin çdo që i lexon, 11 vite pa ty babi. Edhe pse koha kalon, mungesa jote nuk zvogëlohet. Çdo ditë të kujtoj me dashuri, mall e mirënjohje për gjithçka që më dhe. Përjetësisht në zemrën time. Ky mesazh i shkurtër, por i mbushur me emocione të thella, rikujton dimensionin njerëzor të një artisti që shpesh e kemi parë në dritat e skenës, por që para së gjithash ishte baba, familjar i përkushtuar dhe njeri me botë të madhe. Dua Flori, emri i vërtet i të cilit ishte Florian Kondi, ishte bashkëthemelues i grupit legjendar SC The Family, që solli risi në skenën muzikore të viteve 2000. Me këngë që prekën zemrat e publikut dhe tema që shpesh pasqyronin realitetin social, ai arriti të krijojë një identitet unik artistik, i cili vazhdon të ndikojë edhe sot te brezat e rinj të muzikantëve. Pavarësisht largimit të parakohshëm, këngët, tekstet dhe interpretimet e tij mbeten pjesë e pandarë e memories kolektive. Trashëgimia e Dua Florit jeton përmes muzikës së tij, përmes familjes dhe përmes atyre që e kujtojnë me respekt e madh. 11 vite mungesë, por një jetë e tërë kujtesë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.